Presidenti Macron, që mbërriti dje në Tiranë për të marrë pjesë në samitin e 4 të Komunitetit Politik Evropian, vazhdoi sot takimet me zyrtarë të lartë të vendit. Kryeministri Edi Rama dhe presidenti francez Macron kanë dalë në konferencë të përbashkët para gazetarëve, pasi nënshkruan marrëveshjet e bashkëpunimit mes dy vendeve në fushat si energjetika, turizmi dhe planin e veprimit për inovacionin France-Shqipëri, ku bën pjesë edhe École 42, shkolla prestigjioze franceze e kodimit që do të përgatisë të rinjtë e Tiranës, por jo vetëm në fushën digjitale. Më vjen shumë mirë që fal këtij bashkëpunimi ne kemi krijuar rrugët për të sjell ekselencën franceze në Shqipëri. Dje kemi ndezur dritën e jeshile të École 42, shkolla 42, një ekselencë e Francës në fushën e inovacionit, e cila ka marrë 2000 disa qindra aplikime dhe jam i bindur që pas publikimit të vizitës presidentit dje do të ketë edhe më shumë, sepse akoma informacioni për hapjen e kësaj shkolle inovative nuk është përhapur gjithandej. Kemi ecur me projektin e liceut francez, një kërkesë që komuniteti frankofon i Korçës i ka drejtuar presidentit në vizitën e tij të mëparshme, dhe që sot është në fazën kur ka përfunduar studimi i fizibilitetit, ka përfunduar edhe gjithë ajo pjesa e parë e punës, dhe ne tani do të hyjmë në fazën e krijimit të kushteve për ta nisur procesin mësimor në lice, në godinën e dikushme të liceut francez dhe me shtimin e një sipërfaqe të re për të akomoduar të gjitha nevojat. Presidenti i Francës, Emmanuel Macron, gjatë konferencës së përbashkët me Ramën, theksoi rëndësinë e Shqipërisë në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe rolin e saj udhëheqës në rajon. Për te kësaj marrëdhënie dypaqe, ne kemi dëshuar të shkojmë edhe më larg dhe më fort. Është vendi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që është i rëndësishëm. Dua ta rishpreh këtu bindjen e plot që kam, që shpreha gjatë vizitës së mëparshme për ribashkimin e kontinentit evropian, për të bërë ballë sfidave të përbashkëta. Shqipëria ka treguar udhën, ka bërë avancime shumë të mëdha këto kohë të fundit. Ka bërë shumë blloqe kapitujsh të negociatave. Unë kam besim ka ajo që do bëni ju. Dhe jam shumë i lumtur për mandatin shumë të qartë që keni pasur. Udha e Shqipërisë është shumë e qartë drejt BE-s. Reformat ambicioze që po bëni dhe pas këtyre reformave dhe këtyre blloqeve negociatash që duken shumë teknike për bashkëdhetarët tuaj, është një udhë, është aventurë që është shumë sensibël. Folëm pak mbrëm për këtë udhën europiane. Franca do jetë krahasues për të shoqëruar në këto reforma dhe për të mbrojtur dhe për të shoqëruar në mënyrë që meritat tuaja të njihen nga të gjithë dhe që agenda të mbahet.